Për të katërtën herë me radhë në shkollat e Tetovës dërgohet një email i rem për alarm bombe. Këtë herë alarmi nuk arriti në emailet e shkollave, po në Ministrinë e Punëve të Brendshme në Shkup. Me që rast, u dha urdhër që nxënësit e 2 gjimnazeve në Tetovë të evakuohen. Drejtori i gjimnazit Kiril Pejqinović e konfirmon rastin, duke thënë se pas kontrolleve të policisë së Tetovës, mësimi ka vazhduar. Në mëngjes ka ora 15:08, masi ka fillu ora e parë, alarmin e kanë dhënë organet e rendit, do më thënë policia. Ngjajshmëria është evidente, mirë po kësaj radhe dallimin mes herave tjera është se nuk na kanë ardhur emailë neve të shkolla, por ju kanë shkuar në polici. Kështu që ne fare nuk kemi ditë asgjë. Ne në mëngjes si zakonisht nxënësit kanë hyrë nëpër klasa, edhe kësaj radhe kanë ardhur vetë policia këtu dhe kanë kërkuar që nxënësit të dalin nga objekti shkollor. Edhe kështu ka ndodhur, bashkë me policinë, përgjegjësat e ndërimit i kanë nxjerrë nxënësit nga mësimi, edhe po vijon kontrollimi. Rasti është konfirmuar edhe nga sektori për punë të brendshme në Tetovë, nga ku bëjnë të ditur se po punohet për zbardhjen e rastit dhe identifikimin e vendit nga është dërguar email. Sektori për punë të brendshme Tetovë menjëherë ka ndërmarrë të gjitha masat dhe aktivitetet dhe ka evakuuar shkollët nga nxënësit, të cilët janë siguruar në pjesët e jashtme të shkollës dhe janë ndërmarrë të gjitha masat për kontrollin e objekt, kështu që është konstatuar se bëhet fjalë për një alarm të rreshëm, të cilët kohëve të fundit, pra viteve të fundit janë shpeshtuar dhe Ministria e Punëve të Brendshme merr të gjitha masat, pra sektori për krime kompjuterike dhe frenezik, marrin të gjitha masat për zbulimin e personit dhe lokacionit ku gjendet personi i cili ka dërguar këtë email adresë. Sipas të dhënave brenda Ministrisë së Punëve të Brendshme, emaili dyshohet të jetë shkruar në gjuhën maqedonase, pastaj përkthyer me Google në gjuhën shqipe dhe është i ngjashëm me emailet apo alarmet e rreme të dërguara edhe më herët. Ndryshe, brenda një periudhe 1 vjeçare në shkollat e Tetovës ka ndodhur 4 raste të dërgimit të alarmeve të rreme për bomba të vendosura nëpër shkolla.